Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit të nderuar, dje Fondacioni Drita e ka mbajtur një trujes, apo ka bërë thirrje që të mbahet një trujes të dialogut ndërfetar, dhe me sa di, ajo trujes është mbajtur brenda objektit të katedrales në Prishtinë. Deri dje, subhanallah, disa lëvizje të cilët i atribuohen krishtenizmit kanë bërë kërdini për media, duke sharë dhe duke ofenduar çdo gjë islame. Dhe nuk kemi gjetur as një deklarim apo prononcim, qoftë nga katedrali, apo qoftë nga priftrinjët, apo qoftë nga kisha katolike në përgjithësi, që të distancohen nga këto sulme të cilët i bën pjesëtarët e vetë. Atëherë, bara bie mbi jush, që të dilni dhe të flisni dhe të distancoheni spaku për atë gjuhën denigruese dhe fyese që e kanë bërë kundër popullit shqiptar me përkatësi islame, kundër muslimanëve të cilët janë shqiptar. Ma e pakta që duhet të bëhet, disa rreshta është dashur që krisha juaj të dilte dhe të distancohej. Mirë, po këtë distancim na nuk e pomë. Ndërsa më herët, qoftë në skajin e dynjos, nëse një musliman do të bënte një veprim të pamatur, gojen plot e kishit, duke thënë që s'po distancohet biku. Bashkia Islame, hoxhallarët, ku e dione, dhe është normale që Bashkia Islame dhe hoxhallarët dhe gjithë kemi paralajmëruar kundër çdo ofendimi apo çdo ekstremizmi. Dhe jemi distancuar, sepse këto e kemi prej fesë. Ndërsa ju tani, për ta zbutur këtë qëndrim, e pat që kungulli mbi ujë nuk ju shkoj, atëherë çfarë bët? E bët një dialog ndërfetar. Për çfarë dialogu jeni duke thëritur? Cili është dialogu juaj që jeni duke thëritur e që është e ashtu quajtura dialog ndërfetar? Po mirë, çfarë dialogu ndërfetar? Ju me zor jeni 2%. Jeni pakicë fetare, po flasim, nuk po themi pakicë shqiptare, po flasim pakicë fetare brenda shqiptarisë në Kosovë, po flasim. Dhe ju tani dëshironi ta merrni bajraktarizmin apo bajrakun për një lloj paqeje, për një lloj, ku e diune, dialogu ndërfetar apo për një lloj parafrimi. Ku ishit dje? A nuk i shiknit në për media tërkohën duke i sharë bashkombasit e juj? Tërkohën i kanë sharë. Kanë vjell vënerë, subhanallah. Vënerë kanë vjell. Bile, kanë shkuar deri në atë masa sa që kanë thonë, a i cili është musliman, as shqiptar nuk janë. Nuk është. Bile disa prej priftërinjive tuaj i kanë bërë këto deklarata, fatkeqësisht. Ku është distancimi juaj? Ku është distancimi juaj? Kjo është hipokrizi. Kërkoni prej nesh që distancohemi nga disa veprime të disa individëve musliman, ndërsa ju nuk e bëhet asgjë. Në heshti kjo i bjerë miratem. Në heshti kjo i bjerë miratem. Sepse kisha tuaja i kanë bërë këto. Kisha Lapushnikut, për shembull. Ajo kish është brenda institucionit juaj. Na tregoni cilën thirrje terroriste e kanë bërë xhamit tona. Cilën thirrje terroriste? Nuk kanë bërë thirrje terroriste. Dhe keni kërkuar prej xhamive tona që të distancohen. Po, ne distancohemi sepse i kemi prej fesë këtë gjë. Dhe çdo herë do të distancohemi që ta ruajmë fen tonë. Pastaj, për çfarë trujeze apo për çfarë dialogu ndërfetar po thrisni ju, po i thrisni muslimanët apo të gjitha fetë? Nëse ju nuk e keni gjetur të vërtetën, bujrum, gjeni, ulumtojeni. Ne e kemi gjetur të vërtetën. Allah në Kur'an thot, me të vërtet, fe e pranuar tek Allahu është Islami. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala nuk pranon asnjë fe tjetër përpos Islamit. Sa është një Zot, është një Allah, i cili na ka thirrë që ta besojmë Allahun hak dhe një. Dhe mos me i shoqëru Allahut shok. Fete tjera, pos Islamit, kanë idhujtari. Fete tjera,
adhurojnë statuja, fete tjera shkojnë dhe përkulen para statujave të disa personaliteteve të tyre, qoftë krishtera apo qoftë të feve të ndryshme. Në këtë fe po na thresni, jo. Mirë, po ne kemi një ajet kuranor ku thot Allah subhanahu wa taala, lakum dinukum waliya din. Ju e keni fen tuaj, ne kemi fen ton. Ne kemi të rregulluara çështjet fetare me shariatin islam, me Kur'an i kemi të rregulluara dhe me sunetin e pejgamberit alayhi salam, pakicat fetare se si të sillemi me ta. Dhe është një sjellje shumë e mirë. Dhe ata kanë të drejta me një komunitet ku shumica e musliman të jetojnë dhe ta praktikojnë fenë e tyre. Bile Muhamedi a.s. ka thonë që kush e mbyt një jo musliman që ka besatim, që ka besë, që ka leje, që është brenda komunitetit musliman, nëse e mbyt, thot nuk ka me shku në xhennet. Kështu që prej neve jeni të lirë. Mirë po, mos harroni, se ju 2 vite keni vjell vnerë kundrejt muslimanëve, kundër çdo gjë islame dhe etiketa, për çdo simbol shenjë islame i keni thonë islami politik. Nëse ham iftar, organizon dikush iftar edhe bëhet një video islam politik. Nëse elshon mjekrën, islam politik. Nëse femna është në mbulesë, islam politik. Çfarë islami politik është kjo? Po ju çfarë ti themi juve? Ju e rënuat realisht shkollën dhe e bët kishën. Kish politike ti themi. Për 2%. Për kundër asaj 2% dhe ne e kemi obligim prej Allahut subhanahu wa taala dhe prej pejgamberit alayhi salam që t'ju ruajmë, t'ju japim siguri nëse po flitet për çështjet fetare, se shteti është laik, shteti sekular, u a jep të drejtat fetare gjithë edhe muslimanëve edhe të krishterëve. Andaj, mos u bëni hipokrita që një herë të sulmoni dhe pastaj kur e pa që nuk po mund të arrini që popullin musliman mbi 90%, 93-4% të vetë deklaruar, vetë jetë deklaruar ata. Kërkush me zot nuk i ka shti, mu deklaru, me dhunë nuk i ka deklaru, mi thonë, deklaroni si musliman. Për thjesht janë të deklaruar musliman dhe ju keni bo fushat denigruese. Më thonë, disa prej priftërimve tuaj. Një prift nuk doli, edhe mi akuzu këto lëvizje që u munduan të futin trazira mesin e muslimanve. Jo i nderuar, një musliman i cili e beson Allahun hak dhe nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, e beson tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, e beson njëshmërinë e Allahut azza wa jall, wallahi billahi kur nuk e ndron ai fenë vet. Kur nuk e ndron. Si ka mundësi me ndru një musliman fenë që e njeh dhe me shku me lut idhuj, statuja dhe me i thonë që Allahu ka djalë, apo mos me i besu fjales Allahut në këtë dialog ndërfetar ju që e ndërmorët, pse nuk e cekët që ju Muhammedit a.s. i thoni satana, i thoni shejtan, pse më shifeni? Bujrëm trujez, vendos një gjërat. Islami dhe muslimanët nuk friksohen nga debati. Islami dhe muslimanët bëjnë debat në trujez të përbashkët, bëjnë debat për medale vërteta dhe jo për të lshu pe në fenë Allahut azza wa jall. Jo, se ajo fe nuk është fe proreinja. Ata e ka zbrit Allahu. Nëse Allahu thot që duhet të adhurohet i vetëm, kush jam unë që të lshoj pe në dialogun ndërfetar dhe them ti lsho pe në parimet e tua fetare dhe unë lshoj pe në parimet që Allahu i ka vendosur. Po unë kur dal i nderuar para Allahut ditën e gjykimit, si do të dalë para Allahut dhe ti them këtë e shkela për shkak të dialogut ndërfetar, këtë parim që ti ma ke urdhnu. Jo i nderuar. Feja ime është feja imja.
Dhe kjo fe e ina e ka vazhdimsinë edhe në botën tjetër. Dhe unë ti tregoj argumentet e mia dhe ti sille argumentet e tua dhe në mënyrën më të mirë e trajtojmë këtë çështje dhe pala e tretë le të gjykon pastaj se cila është e vërteta. Ne e dim se e vërteta absolute është tek Islami dhe gjithë profetët kanë qenë musliman dhe nuk i kanë bërë shirk Allahut azza wa jall. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.